të mos bëjmë pyetje njerëzit pse s'çoheni, pse s'mobilizoni, pse s'ngrini. Unë personalisht kam provuar shpesh edhe të çoj, edhe të ngre. Problemi është që ajo buka gojës, e ka thënë ai shumë bukur, kryetari bukës tha nga gjithë doli më i forti. Kthen kurizin. Ka njerëz që cekin kuriz thot jam me ty thot po s'flas dot se jam unë ndodhem në këtë gjë shumë shpesh. Ndodhem në këtë varkun. Po s'jam pjesë e këtij sistemi. Edhe thash dhe herë, çmimi është shumë i lartë, nuk duhet bëj as heroin, as viktimën. Kam zgjedhur të jem kështu sepse dua të jem paqe me veten time. Dua të në fund fare të meritoj atë çmim që kam pagu. Sepse është e rëndë për një profesionist në kulm të fuqive të veta, të presësh mundësinë që të presësh një atlet i këmbët. Si të vjen nëse dikush nga këta që punon atje dhe bën këtë bisedë që po bëjmë ne të dy. Ulesh diku, një që mund të jetë një profesionist që është në një korruptuar, po. Një korruptuar, po. Atë që shpjegova pak më parë, jo i korruptuar tamam mirëfilli, por në mënyrë indirekte është i korruptuar që për shkak të bukës gojës e tjerë që se i profesione vetë po bën, por është detyruar që ta bëjë atë siç ka i udhëzohet nga lart. Do hapje mohabet seksi, të ndyrë dhe banal. Ti hapi këtë bisedë. Po, ishte më e këndshme. Dhe nëse do persistonte do të po deshe, mos se është më bukur kjo leje këtë tash, mos se më ka qelluar nëpër tryeza që ka është përpjek në një mëshesi moral, edhe në varet nga doza, në varet nga gjendja ku i jemi në atë moment. Edhe humori që nuk para i duroj unë këto moralizmat e robëve që fillojnë edhe bëjnë për shembull ka vjet 2 orë era e Menderit që ka fut dorët atje, thotë çaro vlla ja s'po na del për të bë këtë, s'po na del. Natyrisht në forma nga më të ndryshme. Çano edhe më shumë se sa ne që kemi tekosën. Nuk është se hyn fort debat me këtë dhe fal Zotit nuk është se kam dhe në një rreth njerëzish tillë, po qellon edhe herë tek këtu edhe. Gjendja ku jemi sot, Ramir, është ndoshta edhe kjo çka po flasim tani, ku jemi të pip, është faj popullit apo faj këtyre ndoshta që janë kaq ekspert, kaq profesionistë që na korruptojnë kaq mirë, domethënë. Jo, nuk do të thotë pikpyetja që bëhet, e ka fajin populli apo ka fajin. Atëherë bëjmë edhe një ndarje tjetër, popull turm. Ose popull turma. Pra kemi kaluar në turm, është investuar shumë. Se ne kemi kaluar tek ajo që bëjmë analizën, është rënë dele domethënë. Jo, kur ne bëjmë analizë përgjithsisht fillojmë vitet që na duhen ne. O vitet e Ramës, o vitet e tranzicionit, dhe shumë pak kthehen më herët. Po marr vitet që nga pushtimi Osman. Pas pushtimit Osman, ne kemi edhe më vjen shumë keq që nuk festohet si datëlindja e kombit 2 marsi i 1444-s. Është bashkimi që Skënderbeu, beslidhja e Lezhës, që mblodhi princit arbëror, krijoi një beslidhje dhe për mua ajo duhet festuar dhe ajo duhet kujtuar popullit.